as nuk e di kush janë. Edhe uroj të jenë shumë të mirë, ashtu siç po thoni edhe ju dhe vërtet kanë të drejtën ata të konkurrojnë në krye. Absolutisht, njëti mendim ndaj edhe unë, por në momentin kur një individ i caktuar, një fëmijë X kryetarit komunës, jo të lëvizjet vendosje, është punësuar, nuk është shikuar me lup, po është shikuar me aeroplan nga lëvizja vendosje duke thënë që kjo është punësim partia. Ky është punësim, të thotë jo meritor. Mbase edhe fëmia e tij kryetarit të një subjektit PDK, LDK, kushto qoftë, ka qenë meritor me master, por nga lëvizja vendosje është përdorur si kartë e nepotizmit dhe jo meritokracisë. Një, e dyta, vërtet që vajza juaj, djali, ose kushdo qoftë, po dhe anëtarë të tjerë të kabinetit tuaj qeveritar, ata janë qytetarë, duhet të punësohen. Por pse gjithmonë, këta anëtarë, familjarë, gjithmonë punësohen në institucione publike dhe shumë pak në institucione private. Kjo është e shija jo e mirë që qytetari revoltohet, po pse duhet gjithmonë, do thot, ata që janë të lidhur, do thot, me pushtetin, jo vetëm qendror, po edhe lokal, apo edhe anasjetas, kanë vlerësuar si më shumë me do të përparësi. Ju e thatë një fakt shumë të mirë, që 4 herë ka konkuru vajza juaj, do thot, mbrani ministrisë, mendon që vërtet ka qenë adekuate, por do thot që nuk ka pasur ndikim politik për të marrë postin. Ama asnjëherë se kanë qitë në këto gazetat që shkruajnë për ditë kështu. Asnjëherë se kanë qitë. Domthonjë që ka ka kalu procesin. Po, ti e the tani, media jemi edhe neve, ti sa po e the, e para, edhe e dyta është që mediat më shumë mirën me nepotizëm dhe jo meritokraci, se sa në fakt të mirën me shembull. Shto pjesën e asoj që ka qenë njëri prej premtime më të mira të monshme. Që kemi darë gjithë, jemi sinqertë, kemi qenë të lodhur me familjarët janë për darsma, kjo ka qenë premtimi, super premtim. Dhe nuk ndodhi kjo, nuk ka të bëj vetëm me juve, ka të bëj me gjithë nivelin qendror, dhe kjo shkollë që është thonë intenzive, kjo kritik dhe kjo thirrje, që familjarët janë për darsma, disa në Kosovë kemi besu kësaj. Dhe kemi shpresu fuqishëm që do të jetësohet. Mirë, që ka e përgjigje. Ti besoni sepse nuk ka që nuk ka ndonjë preshtim. Faktet thonë që ti jemi jashtëzakonisht rezervuar dhe Kosova është e refuzues vogël. paralelisht. E mos flasim që se bim në rrafsh halemat ngushtë që ende zvoglohet rrethi dhe është e pamundshme që dikun ndoshta pa u lidhur situata. Por nuk mund të krahasohet 70%, po marrë hipotetikisht 70% i vendeve boshe në formësim të institucioneve qendrore lokale, kur këta kanë qeverisë dhe kanë mbush shtetin, po me një 10% që mund tjetë, ose një 7% ose një 5% që mund tjetë vakante vendet që kryohen tani. Qoftë me pensione, qoftë me lëshimet, vendet të punës e gjona tjera. Ndryshë 70% që dhe numri i jashtëzakonshëm i njerëzve kur e fut proces, e që dim krejtin shku me vija politike, ndryshë është për shembull 1% ka që vogël tash. Ajo di kemi thënë është fakt ajo. Në të kaluara po, veç kemi besuar